Zakonisht mëngjeset e Rozalatit janë mjaft energjike si ajo vet, por kjo e diel ishte ndryshe. Moderatorja e cila ju shoqëron çdo mëngjes në emisionin e saj në radio gjatë të dielës, i mungonte ajo energjia që e karakterizon. 28 vjeçaria e ka kaluar këtë ditë në shtrat për shkak të gripit, ku gjatë gjithë kohës kishte pranë qenin e saj Sashën. Ditët e Encës vazhdojnë të jenë të zëna me koncerte, por këtë fundjavë ajo ja ka dedikuar tërësisht mbretëreshës së saj. Këngëtarja ka udhëtuar drejt Stambollit bashkë me maman, ku kishin lënë të realizonin disa takime. Me siguri edhe ju tani po mendoni atë shprehjen, më e mire ëma se e bija. Së fundmi, Flor Mumajezi ishte i ftuar tek e diela shqiptare, por nuk ju ka shpëtuar dot disa lajmeve nëpër portale për këpucët, të cilave kishte harruar të hiqte etiketën. Producenti ka reaguar nëpërmjet një statusi ku thotë se 2 herë në jetë kishte veshur këpucë serioze dhe madje para emisionit kishte veshur 2 këpucë të ndryshme. Nuk është çmimi ajo etiketa aty. Është një kod për ata që mishojnë me keqardhje këpucët poshtë, shkruan Mumajezi. Gjithsesi, pa humor na bën mirë. Rozi Radi është treguar shumë e ashpër ndaj portaleve të cilat e kanë akuzuar për ndërhyrje estetike në fytyrë. Fituesja e këngës magjike e ka quajtur kupën të mbushur dhe ka reaguar në Instagram, ku mohon të ketë bërë ndërhyrje në fytyrë. Si dhe nuk harron të pranojë se ndërhyrja e vetme që ka bërë është ajo në gjoks.